Nëpërmjet platformave të mediave sociale, siç është Instagrami, TikToku e të tjerë, shpresoj të promovojmë më shumë Shqipërinë për tregun kinez. Kam bërë shumë video për sa i përket të Shqipërisë, në gjuhën kineze, para 2 ditësh isha në Krujë edhe e shpjegova pak nga historia e Krujës në gjuhën kineze, sa më shumë kinezë të interesuar për Shqipërinë dhe me të vërtet ta vlerësojnë të gjë edhe të kenë mundësi të vinë në Shqipëri. Sepse po të shikosh platformat të mediave sociale, nuk shikon shqiptar që përdorin gjuhën kineze për të promovuar Shqipërinë. Dhe besoj kjo është diçka unike. Kur jam në Kinë, shpjegoj diçka nga jetesa ime në Kinë për audiencën shqiptare, edhe shqiptarët kenë mundësi nëpërmjet një shqiptare ta shikojnë Kinën nga këndvështrimi im. Kjo është diçka shumë e rëndësishme që dy kombet të kuptohen me njëra tjetrën.